Përshëndetje për gjithë juve të dashur shikues të radio televizionit të Liria, po takohemi bashkë edhe këtë të ejte për të bashkë biseduar në emisionin më të ri më shumë se llaf. Kam kënaqësi që jam para juve, edhe që do të flasim për një temë e cila po besoj që ka më na bë me unë ndje mirë. Sa shpesh ndalemi ne si njerëz edhe falenderojmë Zotin për mirësitë që na i ka dhënë. Sa shpesh jemi prej atyre që i numrojnë mirësitë që i kanë, sa reflektojmë me pozitivitet edhe sa i hulumtojmë arsyet që i kemi rreth vetës edhe që na bojnë me buzëqesh. Kjo do të jetë tema që sot e kam vendosur me nda me juve, për faktin që më shumë se kur kemi nevojë për pozitivitet, kemi nevojë për të menduar mirë, kemi nevojë të buzëqeshim, kemi nevojë të reflektojmë edhe ta nxisim njëri tjetrin me u bë me u ndje mirë, se jo rrallëherë po na bjen me ndëgju lajme jo të mira, po na bjen me pas plagështi, raste të rënda, etj, kështu që e kemi vendosur me qenë pak më pozitiv dhe më të harreshëm. Tash e dini që emisioni është i drejtë për drejtë, jo mund të bëheni pjesë e emisionit duke telefonuar në 046 22 0022, numrin e telefonit e keni në ekran. Edhe bashkarisht në emisionin më shumë se llaf të përcjellim energji pozitive, sepse të dashur shikues edhe gëzimi, edhe buzëqeshja, po edhe hidhrimi janë si energjia elektrike, përcjellen. Nëse ne jemi pozitiv, nëse ne jemi të buzëqeshur, nëse ne reflektojmë mirësi, edhe urtësi, ajo automatikisht ka me u përcjell edhe te pala tjetër. Po në anën tjetër, nëse ne flasim diçka jo të mirë, i zgjedhim do fjalë që munden me thumbu ose me lëndu dikënd, natyrisht që do të përcjellim energji jo të mirë edhe tek tjetri. Prandaj, sot qëllimi i emisionit më shumë se llaf është me ndresh disponimin e gjithë secilit që është në shtëpia edhe po na ndjek ose është bashkë me neve në këto qaste. E unë ju falenderoj të gjithëve që e keni nda kohën me qenë bashkë në këto ditë të shejta të muajit Ramazanit, në ditë të cilat Zoti i ka dalluar dhe i ka veçuar prej ditëve tjera të muajve të tjerë, në këto ditë kur gjithçka vlerësohet shumë fish, një vepër e mirë shpërblehet jashtëzakonisht shumë prej Zotit, në këto ditë kur ndjesia shpirtërore është më e fuqishme, e kur më e dobishme është se në këto ditë të reflektojmë me pozitivitet. Zatën edhe sipas mësimeve profetike, po edhe mësimeve të Kuranit, njeriu duhet me qenë pozitiv, duhet me mendu mirë. Meditimi është prej fushave që ndoshta e ka një rëndësi shumë të madhe në aspektin fetar, prandaj bashkarisht i numrojmë të mirat që i kemi. Nëse njeriu e sfidon jeta me diçka, prapse i ka mijëra e qindra arsye për cilat duhet të buzëqesh. Më kujtu tash një tregim që përcillet, domethënë prej historive të ndryshme islame, thuhet që një njeri i devotshëm derisa udhtonte nga një vend në një vend tjetër për një çështje pune, në takim të rëndësishëm, për udhtim e zgjedh me marr djalin e tij më të dashur, edhe që ishte më inteligjent e besa më i Zotit se ata të tjerë. Gjatë rrugës atë ka fshën një mushkonj ose një insekt diçka, smuhet rënd edhe vdes. E dini që përpara udhtimet kanë qenë të vështira, kanë qenë domethënë me kafshë dhe nuk ka qenë as pak e lehtë. Por ky njeri prap e zgjedh durimin. Edhe thot o Zot, pak më ke marr e shumë më ke lanë. Edhe ata që udhtonin me to e shihnin si me hamendje, sikur donin me thonë ky me të vërtet nuk qenë ka mirë. Kur mbrin atje në Damask, fillon me e ndjen një dhimbje të fuqishme në kam. Plagështohet, smuhet, i rëndohet gjendja, edhe i ofrohen me i ofru ndihmë, i thrasin mjekët edhe vinë në përfundim që duhet me ja kput kamën sepse ja kish përfshi gangrena. Për me i shpëtu jeta, duhet kama me jo kput. Edhe njeriu e zgjedh prap me mendu me pozitivitet, me mendu mirë. Tash mundet më na vdok neve diçka e egzageruar, diçka shumë e madhe, po më besoni që historikisht është e dëshmuar që ka pas njerëz të tillë që kanë ditë me mendu me pozitivitet. Edhe ja kpusin kamën. Ndërkohë ai në atë gjendjen kollabuse të vetën, përsërit fjalën prap, o Zot, shumë ke lanë, e më ke marr pak. Edhe gjithë njerëzit po befasohen, çush ka mundësi një njeri në rrethona të tilla me përsërit prap këtë fjalë. Ja kpusin kamën, e kalon edhe këtë sfidë. Rrugës duke u kthy në shtëpi,
një grup i njerëzve rebela i pushtojnë edhe ja morën edhe pasurinë të cilën e kishte fituar, domethënë gjatë procesit të marrëveshjes për tregti. Edhe prapë se prapë, thot o Zot, pak më ke marrë e shumë më ke lanë. Edhe gjithë prapë të e shiku me amendje, kjo me të vërtet nuk qenë ka mirë. Qysh ka mundësi me gjithë këtyne sprovave, gjithë këtyne vështirësive me cilat u përballë prapë thot shumë ke lanë e pak më ke marrë. Kur kthehen, e shohin që është shumë stabil edhe përkundër lodhjes edhe përkundër gjithë atyne vështirësive që i pat, ky prapë ka zgjedh me qenë i qetë. Edhe po e pyesin çka po të bën ty me qenë kaq pozitiv, çka po të bën ty me pas këtë qasje ndaj jetës. Edhe pse po e përsërit në stop këtë frazën, pak më ke marrë e shumë më ke lanë. Thot po Zoti gjatë rrugës, gjatë udhëtimit, ma mor një djalë, po mi kalon edhe shumë fëmijë që i kam në shtëpi, mi kalon motrat, mi kalon vllazërit, mi kalon farefisin, i kam njerëzit e afërm, edhe pak më ka marrë e shumë më kalon. Do më thonë e ka bën një lloj krahasimi me fuqinë e Zotit, çka ka mujt me ba, edhe çka ka ba. Do më thonë ka mujt më sprovu edhe ma tepër, po e ka zgjedh një antar të familjes më marrë, e tjerët më mi lanë rreth vetës. Do te çështja e kamës kur e kom këput, thot, unë e kom edhe një kam tjetër, i kom 2 duar, me cilat mundëm me mbështet në diçka dhe me lëviz, i kom sytë me cilët e shoh botën, i shoh mirësitë e Zotit për rreth, me cilët muj me i pa njerëzit që i kom afër vetës, e kom mendjen me cilët mundëm me mendu, nuk mundet kërkush me manipulu me mu, i kom organet e tjera, e kom shëndetin, thot gjithçka kom rregull me përjashtim një kam. Deri tash thot gjatë procesit jetës Zoti mi kalon gjithë këto mirësi, tash ma mor një kam edhe unë prap me qenë jo falenderusa. Thot atë çështja e pasurisë. Zoti shumë pasurim ka dhënë. E kam shtëpin, i kam kafshët, i kam mirësit, do më thonë tjera rreth vetës. Edhe ma ka marrë një pjesë të vogël të pasurisë, të cilën e kam fitu gjatë këtij udhëtimi. Thot edhe prap unë me qenë me u revoltu karshi Zotit tem që mi ka dhënë gjitha këto mirësia. Kjo nuk duhet me ndodhë me asnjë njeri. Prandaj të dashur shikues, gjatë jetës kemi shumë arsye. Edhe nëse përballemi me humbje, prap kemi arsye për me e bë krahasimin edhe me i matë mirësitë që ne i kemi afër vetës. Në secilin moment kemi arsye me buzëqesh. Nëse kemi nis ditën në shëndet të plot, nëse kemi nis ditën që kemi miq afër vetës, që kemi njerëz që na duan, që kemi njerëz që i duam, atëherë kemi shumë arsye për të buzëqeshur edhe për të qenë të lumtur. Njeriu duhet me i rëndit ato mirësitë që i ka rreth vetës. Në anën e parë, do të thonë çështja e parë, aspekti shpirtëror edhe emocional, nëse kemi një shpirt që din me vlerësu mirësinë, nëse kemi një shpirt që në radhë të parë din me e besu Zotin, me vlerësu Zotin, nëse kemi një qetësi mendore, e kemi një mundësi për me reflektu me pa se çka është mirë e çka është keq, nëse kemi durimin si cilësi, do më thonë kemi shumë gjana afër vetës për cilat ja vlen të buzëqeshim. I presim telefonata tuaja në 046 220022 për të treguar se cilat janë mirësitë që ti i ke rreth vetës edhe për cilat je shumë falenderuese. Unë derisa e mendova për me trajtu këtë temë, më kujtun sfidat me cilat janë përballë nanat e tona në vitet e 90-ta besa deri në çlirimin e Kosovës në qershor të vitit 1999, kur kemi shku në shkollë kanë qenë të stresuara. Kur jemi kthy prej shkollës, prap edhe në gjumë kur kemi ra, thonë o Zot, runa i këta e vlad, mos na sprovo me ta, sepse edhe në shitore kemi dalë, prap e kanë pas atë frikën, mos po na ndodh diçka prej armiqve, sepse nuk e kemi pas lirin. Do më thonë ka qenë shumë, ka pas shumë peshë të madhe liria, sepse kemi qenë të rrezikuar në vazhdimsi. Diçka që këto ditë nuk është që e mendojmë shumë. Pse? Sepse e gëzojmë edhe nuk ja dim peshën. Por që
për kohën e nanave tona ka qenë shumë e rëndësishme dhe e kanë përjetu shumë rënd, veç mas ato që i kanë pas fëmijët studenta, që kanë jetu në kryeqytet, ato kanë qenë nëpër fshatra ose nëpër qytete të ndryshme, në vazhdimsi e kanë kalu jetën me stres. Prandaj të dashur shikues, të mundohemi me qenë pozitiv, të mundohemi me qenë prej atyre që i mendojnë gjanat e mira që i kanë rreth vetës, edhe sa herë që jeta na sfidon me një diçka, të mundohemi që ta rikthejmë në edhe ta shohim anën pozitive të saj. Edhe në momentet kur ndoshta ne përjetojmë një humbje të një diçkaje, të shohim njëjtë sikur njeriu i tregimit që tha o Zot, pak më ke marrë e shumë më ke lanë, sepse me të vërtet kemi shumë mirësi rreth vetës për të cilat në vazhdimsi duhet që të jemi falendërues. Tash çdo kush falenderon edhe shes si mirësi atë për cilën ndoshta më së shumti ka nevojë në rrethana të caktuara, siç e përmenda lirin e nanave tona, domethënë e trojeve tona, që kanë qenë të uritura për atë liri edhe ka qenë diçka e kohës, por që mos të harrojmë që edhe sot e kësaj dite ka shumë popull të cilët nuk janë të sigurt në vendbanimet e tyre. Nuk janë të sigurt prej armiqve. Prandaj, nëse e kemi mirëqenien shëndetësore, nëse jemi mirë në aspektin mendor dhe fizik, nëse e kemi një shtëpi në të cilën ndihemi të sigurt, nëse kemi rreth vetës miq edhe dashamirë të cilët i dojmë edhe na dojnë, mos harrojmë që jemi njerëzit më të pasur në botë edhe kemi më së shumti, domethënë mirësi të cilat na rrethojnë. E shohim që e kemi një telefonat, a e kemi një telefonat? Allo, përshëndetje? Përshëndetje, mirë se erdhët. Me sa duket dëgjuesi është shkëputur nga linja, ne i dëshirojmë fat një herë tjetër. Kemi edhe prej atyre që na kanë shënu, e që i falenderojmë shumë. E kemi prap dëgjuesin? Me sa duket prap është shkëputur. Një grua ka shënu edhe thotë unë jam shumë falenderuese ndaj Zotit që mas 17 vjetë martesë ma ka fal një djalë edhe jam shumë mirënjohëse për këtë mirësi që ma ka dhënë Zoti. Urime djalin, inshallah me jetë gjatë e të lumtur, edhe shpresojmë që ka më bë fëmijë i mirë, i dobishëm për këtë shoqëri, ka me qenë ai që kam ta kënaq zemrën gjatë gjithë jetës. Me të vërtet është diçka që ja vlen me falenderu Zotin, sepse fëmia është pasuria më e madhe, sado që në kohrat tona është edhe pak sfidë me i rrit fëmijët, sepse presionet të ndryshme prej jashtë, qoftë prej teknologjisë, qoftë prej rrethonave të ndryshme, po prap elhamdulillah që Zoti ta ka fal, inshallah ta ruan, inshallah na i lehtëson të gjithë neve që po i rrisim në këtë kohë, sepse me të vërtet është shumë sfiduese. Përpara ne kemi qenë shumë të sigurt, të paktën kur kemi qenë në shtëpia tona, prej rrëmimeve të ndryshme të ndikimit qoftë të grupit të moshatarëve, qoftë të medjave, ndërsa sot fëmijët janë me ty fizikisht, por në telefon kush e di se çka mundet me e pa ose çka mundet me shiku. Inshallah Zoti na i ruan e na i bën të hajrit, ty Zoti të gëzoft edhe me një vajzë mas këtij djali, edhe inshallah të bëhen të dobishme për këtë shoqëri. Përshëndetje, po shënon Riadi, faleminderit Riad që po na përcjell, je shkëput nga linja, sigurisht ka diçka probleme ndoshta teknike. Përndryshe faleminderit për komplimentet që po i thurë, unë po shpresoj që e ka një ndikim pozitiv ky emision edhe ka bërë me reflektu gjithë secilin që është gjuhë prej gjumit, edhe që Zoti ja ka fal sytë dhe po mrin me i pa të gjitha mirësitë që i kemi rreth vetës. Koha e Ramazanit është koha ideale për me qenë falenderues. Të dashur shikues, në më shumë se llaf e keni mundësinë me i nda mendimet e juaja se çka konsideroni të dobishme. E kemi telefonatën? Allo, përshëndetje?
me sa duket prap është shkëputur në dëgjuesi, sido që t'jetë, ju dëshirojmë fat në i herë tjetër. Derisa të kemi ndonjë telefonues, unë po du me nda me juve një poezi të cilën e kam thurë para një kohe, por që i përshtat të temës që po e trajtojmë sot, ju kam tregu që poezit i du shumë, që i kam shumë për zemre. Në fakt, poezia është një mundësi që copëzat e shpirtit me i hudhën letër. Tash po i hudhëm në telefon, me gjithë se mu vazhdon më tërhek forma e shkrume në letër, në fletore, por me gjitha të për e bënd vetën ndikimi i teknologjisë. Të falem o Zot që më zgjodhe, ti shoh me sytë zemrës mirësit. Të falem o Zot për dashurin, ti duat bukurat dhe të lirësit. Të falem o Zot për qastet e mira, ti ndaj me njerëzit busqeshjet. Të falem o Zot për urtësin, në vend thumbimit, ti dua heshtjet. Të falem o Zot për mëshirën, ti ndjej në palc ata që më duan. Të falem o Zot për njerëzit e dashur, që ngrohtësi më kanë dhuruar. Të falem o Zot për lotin, që faqet shpesh mi përqafon. Të falem për plagështinë e shpirtit, sa herë që dikush më lëndon. Të falem o Zot për njerëzoren, me të cilën më ke mëshiruar. Të falem për shëndetin e mendimet, me të cilat më ke begatuar. Të dashur shikues, unë mundona, her pas here, me thurë diçka, me përcjell në rrjetet sociale, me vetmin qëllim që me i bën njerëzit me reflektu mbi mirësitë që i kemi rreth vetës, edhe me pa që gjithçka në këtë botë është e bukur. Gjithçka në këtë botë e ka një arsye që të bën me u ndje mirë, që të bën me pas vlerësim ndaj vetës, edhe që të bën me u ndje mirë edhe me e nis ditën mirë. Po, ka raste kur edhe nëse nuk na nis dita mirë, prap kemi shumë arsye që në mes të ditës me e nis një ditë të mirë. Kështu që ajo thënia dita e mirë shihet në mëngjes, nuk po besoj që është gjithmonë e qëndrueshme, se ka raste kur zgjohemi me një disponim jo shumë të mirë, po gjatë ditës në ndron edhe e mbyllim ditën me një disponim tepër të mirë. Një dëgjuese e ndan një mendim të mirë, thot në kohën më të vështirë të jetës time. Thot në momentet kur më ka vdek nana, ka qenë shumë rëndë me shëndet, unë kam mendu me pozitivitet. Kam zgjedh me duru, i kam pastru durt, kam marr abdes, kam fal namaz, edhe kam falendëru Zotin që nanës ja ka marrë shpirtin. Për të vetmin fakt që nana ka vujt nga një smundje e rëndë, kohë gjatë ka qëndru në shtrat, edhe nuk kam mujt me e duru dhimbjen e saj. Për mu si vajzë ka qenë shumë e vështirë me pa nanën që vun, edhe vdekja ka qenë diçka e lehtë. Kur nuk kam mendu që në momentet kur po e humbi njërin më të dashur të jetës time, ka me qenë ajo që e falenderon Zotin. Një mesazh që më emocionoi me të vërtetë edhe mu, Zoti ta lehtësoft humbjen e nanës. Afërsisht një histori të tillë kam pas edhe unë me nanën time, e cila nuk ka vujt shumë gjatë në shtrat, por edhe unë e kam falenderu Zotin, sepse me qenë dikush i smur, me vujt prej smundjes, natyrisht që kur vjen vdekja, ti e pret me qetësi, edhe thu që o Zot, faleminderit që nuk e ke lanë me vujt edhe ma gjatë. Kështu që ty Zoti ta lehtësoft humbjen e nanës, me të vërtet ke vepru mirë, sepse është egoizëm me pas dëshirë, me pas njerion e zemrës gjallë, po me pa të vujt. Ma mirë një fund me dhimbje, se një dhimbje pa fund. Kështu që sa do që na mungoj njerëzit e dashur, me gjithatë është lehtësim i madh
kur dhimbja e tyre përfundon edhe ata kalojnë në botën tjetër. Kjo është jeta të dashur shikues. Dikush gëzohet sepse i ka lind një fëmijë mas 17 vjetë martesë. Dikush e ka një dhimbje sepse dikush nga kjo jetë ka kaluar në jetën tjetër. Por megjithatë, edhe ty sigurisht që Zoti pak të ka marrë e shumë të ka lënë. Sigurisht e ki familjen tjetër, ki motra, vëllezër ose shoqëri që dojnë, të rrethojnë edhe që natyrisht të bajnë me unë ndje shumë mirë. Zoti e pas të mëshiru nanën tane edhe nanat e gjithë atyre që tashmë nuk janë, të e përfshi aty edhe nanën teme që inshallah Zoti na bashkon në xhenet. Të dashur shikues, shkojmë në një blok të shkurtër të marketingut e rikthehemi prapë. Muslimanët, pavarësisht vendit ku jetojnë, praktikat jetësore i kanë të njëjta. Këtë Ramazan, në RTI, do të takohemi në lidhje direkte me shumë muslimane shqiptare që jetojnë në vende të ndryshme të botës, Kanadë, Jordani, Turqi, Riyadh, New York, Belgjik e tjerë. Ato do të na tregojnë se si është Ramazani në vendet ku ato jetojnë, si pritet iftari, syfyri, si është atmosfera e agjërimit në qytetet ku ato jetojnë. E hënë dhe e mërkur prej orës 13. Këtoja umrën e sponsoruar nga Way Umra këtë Ramazan, duke marrë pjesë në kuizin e diturisë. Duke testuar njohuritë e juaja, do të argëtohemi pafund dhe njëkohësisht do të kemi shpërblime të shumta. Do të kemi shpërblime të ndryshme modeste çdo ditë, kurse çmimi final i kuizit në fund të Ramazanit për vetëm njëri nga ju do të jetë një umre, pra një vizitë 10 ditore në vendet e shenjta. Mos nguroni, telefononi që të testoni njohuritë e juaja dhe pse jo të jeni edhe fituesi i çmimit të madh. Kuizi në RTI çdo ditë pune nga ora 15. Përshëndetje të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ma Shumë Se Llaf, ku jemi tu diskutu për mirësitë që Zoti na i ka dhënë, për të mirat që kemi rreth vetes, për faktin që gjithmonë duhet të përpiqemi të shohim me mirësi, të shohim anët pozitive të një çështje edhe të minimizojmë anët negative të çështjes tjetër, sepse pavarësisht ngjarjeve gjithmonë kemi arsye për me mendu mirë edhe me buzëqesh. E kemi një telefonuese, e inkuadrojmë. Mirë se ardhët. Apo dëgjohemi? A më dëgjoni? Allo, përshëndetje, mirë se ardhët. Faleminderit, përshëndetje. Kam kënaqësi që sot je bashkë me neve me i numëru mirësitë që Zoti na i ka dhënë. Faleminderit nga jo. Por nuk saktësisht nuk e di tema çfarë është tash, se tash e pash në RTI, e di shta me telefonu veç një rast tem me tregu nëse më lejohet. Po, patjetër, tema për cilën po diskutojmë është sa jemi falendërues ose duhet të jemi falendërues për mirësitë që i kemi rreth vetes. Të mundohemi të shohim gjanat me pozitivitet. Pavarësisht vështirësive që mundemi me i pas në situata të caktuara, ne me gjetë një arsye me buzëqesh. Kjo është, domethënë, tema për cilën po flasim. Po përputhet, përputhet me rastin e... Prej nga po na telefonon? Nga Malisheva. Përshëndetje për ty edhe për krejt shikuesit në Malishev. Kush po na telefonon? Aisha. Aisha, mirë se erdhe, faleminderit. E di shta me nda një histori time. Jam motër muslimane. Namaz fali që nga vdekja mamit tem. Të me thonë mbas një jave, kur më ka ndru jetë mami, u ka në re 44 vjetë. Unë veç një andër e kum po, të fluturu në qiell, edhe këj dritë ma bajshë nda krijesë se Allah më është, nga jo ditë nuk kum heq dur nga namazi, se veç në fund dritë se kum po Allahun, andër. Edhe, se dhe di që nuk i komentojnë andrat, edhe nuk kon shlafi tash për andra, po veç e të reguva rastin ku kom fillu në falë. Edhe,
Unë mbulesën e kam tash e 1 vit, nga shkurti i vitit kaluar, ditën e botrorit mbulesës. Jam e rregullt, mundona me lexu Kur'an, shqip e tanët. Po Zoti mi ka fal 2 fëmijë, jam e martuar. Qikën e kam elhamdulillah shumë, jam e shëndetin, shkon klas 2. Djalin që nga momenti lindjes jam sprovune. Po. Djali, kur e kom lind që thonë çdo natë me gëzim e kom prit. Kur ma kanë bërë bebën, më kanë thonë që po dyshojnë diçka fenotipi dyshim tru. Edhe nuk që e kom prit aq keq, e kom marrë me sportivitet. Edhe i tregova burrit që nga i moment jemi shku te neurologu, në çdo kond, jemi shku edhe jashtë shtetit, po çdo kush më pat zhvillim i ngadalshëm. Ky me krahasu i ka tashmë 4 vjet. Me krahasu me fëmijët e tjerë duket si mi pas 2 vjet. Nuk e kuptoj gjanat mirë, munduna me lu me ta gjithëse në fut ngoj. Edhe nuk ko që e kom prit aq keq, munduna mi jap vitës sa për mina me ta e tanët, po tash e mendoj vajzën nuk ka në lidhur me fi, po ju aq. E zakonisht e ku shumë herët më kuptu që sa më shumë që t'jesh e lidhur me fi, aq më shumë presin sprovat. Se unë kur jam kanë shtatzan djalun, jam pas lut muajin Ramazan, para se me shtatzan, po më thonë, o Zot, ma fal një djalë. O Zot, lutem ma fal një djalë mas Ramazanit. Edhe ma ka pranu Zoti lutje, po me shtatzan. E thash, zëra dhe s'ko ka mirë me lutë Zotit me thonë, fal ma djalë. Ish mirë me thonë, fal me shëndet mirë. E gjithmonë jam lutë në shtatzani tanat, po që Zoti ka desh, nuk ka sprovu, edhe pse djalin nuk ka kur farë, ma caktu një farë ekstra një smundje. Thjesht të zhvillim i ngadalshëm, veç një sprov që ku marrë me sportivitet. Edhe pse vujnë ashtë të brenda, po falenderuse në ekstrem dhe i Zotit. E dashur, elhamdulillah që e te i kalon me mendim të mirë, me durim, po mos harro që njeriu duhet me qeni prirur, na ka porosit edhe pejgamberi alayhis salam, shikoni ata që janë ma poshtë se ju në aspektin material, edhe jo ata që janë ma lartë se ju. Kjo do më thonë është hadith që ne mundemi me përshtat mandej edhe për mendimet tjera. Do më thonë duhet me i pa ata që janë ma të sprovum se na, për me e pas një lloj qetësie shpirtërore. Në anën tjetër, ky zhvillimi i vëndshëm i fëmijëve është bën një lloj trendi, fatkeqësisht, ndoshta edhe për shkak të ndikimit të teknologjisë që po ja ndihmon, po megjithatë, nëse fëmiu jot është 4 vjeçar dhe ka një zhvillim si me qenë 2 vjeçar, atëherë është puna jote ajo që e ka qelsin e suksesit. Me u mundu e para, me qenë e durueshme, qysh veç ti qenke e durueshme, me punu me djalë pak ma shumë, elhamdulillah djali e ka shikimin, djali ecë, është i pavarur në kuptimin e me ka përdore për me e qu dikun, dhe me thonë, i ka elementet kryesore të shëndetit fizik me cilat mundet me ecë për para. Nëse ka pak ngecje në aspektin mendor, kjo do të thotë që ty si nante duhet ma te për punë. Historikisht është të dëshmume që ka pas shumë raste që kanë qenë me zhvillim të vëndshëm, por që janë shumë të suksesshëm në jetë. E kur nuk i dihet çka pret ti si nan prej sukseseve të djalit tënd, edhe çka kemi me përfitu na si shoqëri prej sukseseve të ati fëmija. Ndërsa sa i përket lutjes, që po thu që kom gabu nështë pse jëm lutë Zot falma një djalë, jo e dashur nuk e gabu as pak. Njeriu lutet për ato që janë ndjen shpirti, për ato që ka nevojë. Shokët e pejgamberit alayhis salam janë lutë edhe për lidhzat e këpucëve, e lema për një dëshirë kaq të madhe për me pas një djalë. Unë po lutem në vazhdimsi për me pas një vajzë, sepse i kam 2 djemë, edhe kam qef me pas një vajzë, kështu që nuk ki nevojë me e fajsu veten për këtë çështje, por në këto ditë të shejtat Ramazanit, bëj lutje sa më shumë, sepse fundja qelsi i zgjidhjes së secilës çështje është në dorë të Zotit. Bëje duan e Musait alayhis salam, o Allah, zgjidhja nyjen e gjuhës, edhe bën që fjala e tij me qenë e kuptueshme. Natyrisht ja bë edhe sebepet e konsultimit qoftë me psikolog, logoped ose ekspert të fushave të ndryshme, po prapë për ty si nan është shumë e rëndësishme ti me e rujt humorin edhe me qenë pozitive. Këtu është qelsi i suksesit. Ty përfshim andej edhe trajnimet që ti si nan mundesh me i ndjek, për me e pas edhe teknika të ndryshme se si me punu me djalin.
Për ndryshe, është sprov, natyrisht që është vështirë, nuk është diçka e lehtë, po nuk është diçka që është e pamundur djali me nxan hapin, nëse ti si nani e përkushtuar punon me djalin në vazhdimsi, ai prap fundja gjatë jetës ka shumë mundësi, gjithve na kanë ikë 1 vjet, 2 edhe nuk kemi qenë hiç produktiv. Kështu që edhe djali, nëse e ka një zhvillim pak më të vëndshëm, nuk është diçka që ka me e penalizu një jetë. Sepse kur ka përpjekje, kur ka vullnet, atëherë gjithçka arrihet. Kështu munduna vazhdimisht më morë me ta. Jam të qënë seanca psikologjike në qirë dhe tash e kom regjistruar me asistente, por problemi është se pak edhe rrethi po ndikoj. Zakonisht ka familjar që më thuj, kë kur s'ka me bë ma mirë, bë djava mundohesh, kë apo shet që s'po dej në sen, po apet më shtyn diçka, sidomos kur të bashkëpunoj me psikologe. Ajo më shtyn shumë më marrë me djalin, më thotë mos e nga tjetë se ka më zhvillu djali, po alhamdulillah dhe për krajin e burrit e kam në ekstrem. Edhe pse pak me agresiv bëhet, thotë merrem se sa s'lej krejt merrem me djalin, po prap apet jam falendëruese se kam krah djallë për gjithçka burin. Dëgjoj me dashur, njerëz që dinë me thonë fjalë të idhta, kemi shumë rreth vetes. Edhe nuk je vetëm atë që i ki ata njerëz, po kemi gjithë. Ajo që ka duhet me bë është bia qitë murët, me i vendos kufit, mes teje edhe tyre. Edhe fjalë që ata i thojnë, mos me i përpunu brenda trurit tënd, mos me i leju me u përsërit. Duhet me qenë shumë njeri naiv, jo naiv, se naiv është fjalë e butë, po duhet me qenë ashta me një shpirt shumë të ligë, për me i thoni nanës, ka të mundohesh se kur gjë s'ki me mujt me ba. Kështu që mos i lejo këta njerëz që janë të mbushur brenda vetes me toksina, me reflektu në punën tënde si nanë. Ty Zoti ta ka fal një fëmijë që i ka disa mangësi, por ka shumë gjëra të mira brenda vetes. Djali dëgjon, djali sheh, djali ecë. Çka duhet edhe një shtytje. Kështu që mundohem me mendu pozitivisht, e ata që të thonë nuk mundesh me bë asgjë me këtë djalë, nuk mundet me pas përmisim, najherë bën edhe mi u drejtu, mi thonë mire, te çka ke mri mrena gjatë jetës, se nuk po besoj që janë njerëz që e kanë naj farnami, dikush të jo bosh shkencëtar, te a ke kry naj fakultet të paktën, ose nëse e ka kry një fakultet, çka ke bë, çka ke zbulu ti me veten tënde që më të konsideru dikush që jetë tepër i vlefshëm, e që fëmia jem nuk ka me mujt me bën të ardhmen, deri në atë mos sa ndoshta najherë edhe mi u drejtu, të i thonë që, dëgjëm, nashta nuk mundet me u bosh shkencëtar, po nivelin tënë e mrin pa problem. Nuk po du me të nëzit me e kriju, me pas konflikte me tjertë, po janë disa njerëz që me të vërtet të nxjerrin prej vetes. A bedin? Edhe mu po ndikujnë të onë keq, sa në tani vazhdimisht vish po qoj, po vi po binë sejsh dhe po falna, edhe është një sen që unë e vazhdimisht me në vish të Zoti, kam fjallë, diçka veç të Zoti pështet, na vi falna, vi lutem, e shëse ku morë me sportivitet këta, edhe po jam shumë sabërli, shumë po jam falendërueshë ndaj Allahut, dhe më faleminderit o Zot, qysh do që më leqëm. Ndëgjë me dashur, nëse e ke të mundur me u largu prej takimeve me këta njerëz që të krijojnë energji jo të mirë, edhe të nxisin me u ndje keq, largohu, krijoje një lloj distance. Nuk e ki pa tjetër me sfidu vetën, me qëndru me dikën që të bën mundje jo mirë, as nuk e ki bërgj me nda kohën e kafës me që ato që të kryon energji jo të mirë. Po nëse e ki të pa tjetër sushme me qëndru me ta, atëherë të paktën mbylli vesh të zemrës edhe në të qarkullon veç si tingull fjala e tëne. Sa i përket bashkëshortit, kjo është një pikë shumë e fuqishme që ai të mbështet, edhe elhamdulillah, do më thonë është një mirësi e madhe, edhe i zhdasht me qenë, është diçka elementare, mua caru her pas herë është ta më të nëzit për me punu ma shumë me djalë, mundet me qenë normale, sepse edhe ai e ka atë frikën, se sa ka me mëri, me arrit, do më thonë me nëzon hapin djali, edhe na gratë shpesher dina me u mashtru mas punve të shtëpis, edhe i harrojna fëmit. Nuk po thëmë i harrojna tërsisht, po
ndonjëherë din me qenë punë të shtëpisë më prioritet se çështja e fëmijëve dhe sigurisht edhe burri domethënë e ka këtë breng. Ka frikë që ti po mashtrohesh me punë të shtëpisë edhe po e lën djalin e nuk po mirësh me ta. Për ndryshe e dashur, Zoti të ka zgjedh që të ka sprovu, vazhdo me mendu mirë, vazhdo me qenë nanë që punon me fëmijën e vet, vazhdo me u lutë edhe me këmbgul lutje edhe vazhdo me shpresu shumë. Sepse nuk është fundi botës nëse e ka vesh një zhvillim të vëndshëm. Mundohu maksimalisht me punu me djalin, me i dhënë sa më shumë informacion, me e mbajt në prehën, me i këndu, me mundu me përdor teknikat ndryshme, me ndjek në trajnim, edhe gjithmonë edhe në çdo çast injoroj ata të cilët mundohen me dëba me undje jo mirë. Sepse ki nevojë për njerëz që mendojnë mirë edhe për njerëz pozitiv rreth vetes. Zoti ta rujt edhe djalin, edhe vajzën, edhe po shpresoj shumë që ndonjëherë tjetër në ndonjë emision kur telefonosh me qenë ajo që nuk i dëgjon asnjë fjalë thumbuse që të tjerët e thonë, sepse disa njerëz janë të prirur me nxjerr negativitet prej vetes. Sikur e kanë mision të jetës me të bën muni jo mirë. Edhe besojmë që të tillët të çdo kush e gjen një arsye për me thumbu. Në vend fjalëve të mira e kanë si strategji mision, me aprish dikujt na ditën. Po ti mos e lejo. Fatkeqësisht se jam të jetu të një familje që nuk jam fort kafeja, jam me paragjyku në çdo sen, si për mbulisë, si për namaz, si për fëmijë gjyshëm. Zoti thot a menduat se do të futeni në xhenet pa u sprovu? Ne kemi me u sprovu, kemi me vazhdu me u sprovu, por të mos i lejojmë të tjerët me na i prish ditën. Ka shumë nana që janë të sprovume me fëmijë që i kanë shtrat, ka shumë nana që janë të sprovume me fëmijë që i kanë karroca, edhe prap vazhdojnë me falenderu Zotin për fëmijët e tjerë që i kanë shnosh, vazhdojnë me falenderu Zotin, nëse fëmija i flet e falenderon Zotin, e ka shikimin, prap e falenderon Zotin, e ti është një diçka që të ka sprovu Zoti, po ki mjaft arsye për me qenë këmbgulse edhe për me qenë e lumtur. Elhamdulillah që Zoti ta ka fal djalin, edhe inshallah me punën tane, me vendosmërinë tane, ti ke me vazhdu me ecë përpara, edhe ai djali yti ka më na befasun të ardhmen me sukseset që ka me imri, se shpesh herë ka dëshmu jeta këta. Faleminderit shumë Aisha për telefonatën. Zoti të rujt. Kalofshin. Faleminderit. Të dashur shikues, po shpresoj edhe po besoj që edhe jo e keni pa çfarë ndikimi mund të ketë një fjalë tek dikush, të mundohemi të jemi prej atyre që i bëjnë të tjerët me u ndje mirë, që në vend të fjalëve që e bëjnë dikon me u ndje keq, të zgjedhim fjalë që i bëjnë njerëzit me u ndje mirë, të ngjallim brenda atyre shpresë. Imagjinoje një nanë e sprovume me fëmijë, të i përmenden vështirësitë me të cilat ka me u përballë gjatë jetës. Në vend se të i përmenden lehtësimet që mundet me i pas gjatë jetës. Kjo është diçka që me të vërtetë të bën me reflektu dhe ndonjëherë ta lën përshtypjen që sa mendojmë që si popull jemi shumë të mirë, jemi shumë pozitiv, bashkëpunojmë me një tjetrin, kemi shumë solidaritet, i ofrojmë dashurinë një tjetrit. Për një herë bjen një telefonat e tillë dhe të bën me kuptu që wow, që kur qysh se kemi punë. Prandaj zgjedhni me të qenë pozitiv, sepse jeta sot e ka sprovu atë, nesër të sprovon ty. Jo gjithmonë mundemi me qenë mirë me gjithçka dhe çdo herë. Edhe zatën askush nuk është mirë, po mendoj nuk është i pasprovuar, por sprovat janë ndrysh. E kemi telefonatën tjetër? E presim edhe një telefonat edhe për sot, po e përfundojmë inshallah. Allo, përshëndetje. Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për ty edhe për të gjithë dëgjuesit të shikuesit tuaj. Faleminderit, kush po na përshëndet? Ju përshëndet Julieta nga Vushtria, për ndryshe me banim në Gjermani për momentin. Prej këtu po ju telefonoj. Faleminderit Julieta, përshëndetje për ty edhe për të gjitha motrat në Gjermani, edhe jam shumë mirënjohëse që pas një ndakuar me qenë me neve. Faleminderit shumë po patjetër. Me thonë drejtën pak u inkuadrova me vonisë kështu, me dëgju, do me thonë emisionin komplet, po mundova kështu me e zot pak të një pjesë.
Se e pash temën kështu gjatë ditës edhe më intrigoj një farë forme edhe pata dëshirë me u bë pjesë e bashkëbisedimit me ty. Faleminderit shumë. Po. Ludieta, na mendojmë që ju që jeni në Gjermani jeni të pushtuar prej mirësive rreth e përqark. Cilat janë ato mirësi që i keni rreth vetes? Po, elhamdulillah. Po, sigurisht që domethënë nëse menduhet për ato materiale, tashmë vetë se po mendoj edhe në Kosovë nuk është që qëndrojnë keq. Po, sigurisht janë disa përparësi, ndoshta në disa segmente të jetës. Po, unë është pak ka marrë me vonesë tu në Gjermani, nuk është që ka marrë shumë herët si më e re, si fëmijë, ndoshta që t'jem ashtu e përshtatur edhe ngjitur për jetës këtu në Gjermani. Po, gjithsesi ai malli për Kosovën edhe ajo jeta që e kam pasë në Kosovë është i pranishëm, po pavarësisht kësaj, me qenë se fati na solli kështu edhe erdhëm për të jetuar në Gjermani, është dashur pajtohemi me rrethanat, me gjitha ato që po i mendojnë tjerë që janë të mira këto, domethënë ndoshta një platforme të ngjitemi për atyre edhe të themi faleminderit Zotit që të paktën domethënë këtë drejtim qëndrojmë mirë. Po sigurisht ka shumë shqiptar aty ku jeni Ludieta. Po, elhamdulillah. Ka komunitet shqiptar, ka musliman, edhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja më e madhe që unë kam arritur me lehtësi kështu të adaptohem këtu. Edhe të vazhdoj jetën pak më normalisht, ndoshta se sa po të isha në një vend që nuk do të ishte shqiptar ose komunitet musliman. Njëkohësisht kjo ka qenë edhe për fëmijë, ndoshta më shumë problematik, sepse në fillim djali i madh që ishte 6 vjeç, aso kohë, domethënë shumë e vështirë si adaptohej, sepse nuk ishte fëmijë shqiptar për rreth. Po pastaj kur e ndruam banimin edhe tu kemi kështu vetëm po dalë në rrugë, mendoj që jam në ushtrim duket. Atë shumë që ka shqiptarë dhe dëgjohen shqip duke folë vazhdimisht, në park po të shkojmë ka fëmijë që luajnë aty bashkë, edhe nana dëgjohen duke folë shqip, edhe domethënë është një farë ndjesie e mirë kështu që na bën me kuptu se nuk jemi vetë. Edhe kështu, përgjithësi domethënë gjanat mirë qëndrojnë, po pavarësisht kësaj unë gjithmonë e kam mendjen tek Kosova, tek gjanat qysh edhe atje munden me u përmirësu edhe me u bë kështu në një format mirë. Sidomos kur i shoh kështu shkollat, për shembull, sistemin e mësimit ose edhe aktivitetet që i bëjnë fëmijët sportive të ndryshme, se si janë të ndara dhe se si ka hapësirë për të gjithë. Domethënë gjithmonë kur i shoh gjanat pozitive këtu, i mendoj për në Kosovë si do të duhet të bëheshin edhe domethënë dëshira ime është që edhe atje një ditë pse jo të bëhen kështu, sikurse i shoh këtu që janë për rreth. Edhe na po shpresojmë shumë. Ludieta, cilat janë ato mirësi për cilat po e falenderon Zotin këtë Ramazan mas shumti? Po, patjetër. Fillimisht ne falenderoj Zotin për atë që më ka dhënë besimin e qenurit muslimane. Pastaj sigurisht to mirësit e shëndetit tim, shëndetit fëmijëve të mi, bashkëshortit, edhe përgjithësisht familjes. Besoj që këto janë gjanat parësore për të cilat duhet të ishim falenderues sa po të hapim syt në mëngjes. Edhe pastaj kjo që jemi rehat me njëri tjetrin, kemi komunikim të mirë, se ndonjëherë si gjithë çiftet ndoshta që zihen ndonjëherë ose kanë me fëmijët kështu ndonjë fjalosje. Kur i kemi ato, unë ndihem shumë keq edhe them o subhanallah, po si është tjetosh ndoshta çdo ditë ti kesh këto probleme, edhe që për mendimin tim janë të padurueshme. Prandaj po mendoj gjitha mirësitë materiale nëse se janë, nëse në këtë drejtim nuk jemi rehat, për mua janë të pavlerë. Kështu që pak e nesëm si me shako atë punën e qenurit në Gjermani edhe ndoshta atë kushteve të mira për jetesë kështu, po beso ato nuk janë asgjë në krahasim me një raport jo të mirë ose të mirë në familje. Kështu që për mua parësore është ajo, falenderuese çdo ditë që domethënë familja e shëndosh, komunikimi i mirë edhe pastaj edhe me të tjerët, raporti i mirë, edhe mundësia për të kontribuar ndoshta edhe aty ku ka nevojë në çdo aspekt.
Fiks. Në fakt edhe teknologjia është një lloj mirësie që Zotin e ka dhënë, sepse po na mundson me ndërvepru me njëri tjetrin, me komuniku prej Kosovës në Gjermani edhe me nda përvoja të mira tjetës. Qysh me kaloni këtë Ramazan në Gjermani, Luljeta? Patjetër. Po, elhamdulillah, mirë në përgjithësi kështu. Mundohemi, do më thëmë sigurisht familje, mundohemi me kriju atë atmosferë në kështu të përshtatshme. Këtë vit për herë të parë dhe djali i madh agjeron, ka fillu kështu komplet Ramazanin me agjeru, edhe elhamdulillah, po ja del shumë mirë deri këtu. Sa vjeç është? Edhe është 12 vjeçar. Mashallah. Për ndryshe Mali e ka emrin, se është duke më dëgjuar në televizor. E përshëndesim Malin edhe na. Me dëgjuar, se arrin me ujë kuadru në emision. E kështu që, do me thonë edhe për mu është një emocion i veçantë këtë Ramazan, me qenë se ai po na bashkohet në syfër kështu çdo ditë, edhe në iftar, po më ndihmon me shtru iftarin, me u përkujdes kështu për ushqimin, për ujin, për hurmat, për gjitha. Andaj, vërtet, për mu ky Ramazan është shumë i veçantë për këtë shkak, pra që po agjeron edhe djali edhe është një atmosferë kogja më ndryshe qysh në familje, por që sigurisht sa i kontribon edhe, do me thënë, bashkësia në komunitet, pra që si që tash ka shumë shqiptar, ka musliman, edhe me motrat këtu ndonjëherë kemi takime, kemi qenë në një iftar para disa ditësh në Mynih, këtu është rrethina, do me thënë, ku jemi duke jetu. Edhe vërtet ka qenë diçka shumë e bukur, kishin organizu ligjerat, motrat, ishte një teologe, pastaj edhe prej vendeve të ndryshme, shqiptarët Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës, edhe vërtet ka qenë kështu një ndjenjë shumë e mirë thjesht në mesin e tyre. Pas kanë mungu veç kamerat të RTI-s edhe me përcjell që atmosferë të gjithë shikuesve. Po, me të vërtet ashtu, ka qenë adekuate për një medium, se vërtet ka pas një lloj këtu programi. Inshallah na herë tjetër. Inshallah na herë tjetër na e bën Zoti rrezik. Po, inshallah. Luljeta ke përcjell shumë pozitivitet, veç mas dhe më thonë me çështjen e djalit, kur e përmende që edhe ndihmon në shtruarjen e iftarit, në përgatitjen e gjanave, e inshallah Zoti na bën prej atyre nanave që i përgatisim burra në të ardhmen, me qenë që burra që kontribojnë në çështjen e punëve të shtëpisë, sepse ka qenë edhe traditë e pejgamberit alayhis salam, po mendoj e ka praktikuar pejgamberi alayhis salam, e që jo rrallëherë është njëri prej faktorëve kryesor në konfliktet bashkëshortore. Sepse gratë punojnë, burrat punojnë, burrat kur të vinë në shtëpi e shijojnë pushimin, gratë lodhen ekstrem shumë, edhe nis konflikti. Kështu që një zgjedhje shumë e mirë që kemi. Shembull më i mirë për gjithë burrat musliman, që kur ti thot burri vetes musliman, ndalet pak që ka i shembullin e Muhamedit alayhis salam si ka vepru me bashkëshorten, me fëmijët edhe me, domethënë, gjithë njerëzit që i ka pas përreth. Edhe pastaj thot që po jam një burr musliman, se për ndryshe nuk e di si do të kishte kuptim. Thot që jam musliman dhe të veproj ndryshe. Me shpresu që kanë me reflektu me të vërtet në jetën e pejgamberit alayhis salam, se na herë ta lënë përshtypjen që pavarësisht përpjekjeve për me qenë musliman i mirë, tradita mbetet traditë dhe pekat ndikimin e vet. Po, Luljeta, po më duket që nga njeri ngatrojnë kështu edhe ja meranën, po më duket ajo tradicionalja më shumë, që nuk ka gjë të keqe po tjetë e dobishme, por në rastin kur është e dëmshme, ndoshta nuk do të ishte mirë për filli, por se ja që me shpresu për ndryshime të mira edhe ndryshime pozitive. Luljeta, unë të falenderoj shumë për telefonatën. Inshallah. Shumë faleminderit Gane që ashtu suksese me emisionin edhe gjithë dëgjuesve urime Ramazanin, agjerim të lehtë e të pranuar inshallah. Faleminderit shumë, Zoti trujt dhe te i përshëndetë, ju bën selam gjitha motrave atje në Gjermani, që mbledheni bashkë dhe keni iniciativa të dobishme edhe për neve në Kosovë, se jo rrallëherë për qellni. Inshallah ashtu. Uroj të shihemi pse ju në Kosovë inshallah. Inshallah patjetër. Zoti trujt. Të dashur shikues, gradualisht erdhëm në fund të këtij emisioni për sot, të më shumë se laf, të shpresu që inshallah prap të ejtën tjetër kemi me e përzgjedh një temë që mundet me qenë interesi për bashkët, për neve që bashkëbisedojmë, por edhe për të gjithë ata që na shikojnë edhe na dëgjojnë për shtëpia. E kemi prap një telefonus
po i kërkojmë falje sepse jemi në fund të emisionit për sot. Unë i falenderoj të gjithë që kanë qenë bashkë me neve, i falenderoj të gjithë ata që kanë bërë përpjekje me telefonua dhe që nuk kanë mri me e marrë lidhjen, i falenderoj të gjithë ata që i ndonë historitë e tyre pozitive në formën e shkruare që nuk arrita me lexu të gjitha, e po shpresoj që inshallah prapë të takohemi javën tjetër. Kisha dashur me e mbyll me një 4 vargsh të një poezie që unë e kam thurë, edhe inshallah takohemi prapë të ejtën tjetër drejt për drejt prej orës 1. Agjerim të lehtë, të pranuar, edhe mos e nënvlerësoni asnjë vepër të mirë të dashur shikues në këtë ditë të shenjta të Ramazanit. Koha kalon, sprovat shtohen. Mbi supe hallet e jetës rëndohen. Ndaq në këtë jetë me qenë rahat, thuaj zot shumë ke lanë, em ke marr pak.